Kryeministri Edi Rama mori pjesë në edicionin e dytë të Matchmaker Albania, një platformë që lidh investitor, kompani dhe institucione vendase dhe ndërkombëtare. Duke folur për ekonominë, kryeministri nënvizoi suksesin e produkteve shqiptare në tregjet ndërkombëtare që tashmë janë të pranishme sipas tij në mbi 100 vende. Ai konsideroi të arritshëm objektivin për të çuar eksportet në 1 miliard euro. Prodhimet shqiptare tani më mbrin në tryezat e rreth 100 vendeve në mbar botën. Dhe ne besojmë fort se objektivi ynë për t'i çuar eksportet e këtij vendi të vogël në 1 miliard euro është brenda mundësisë sonë. Kreu i qeverisë vuri në parë gjithashtu rëndësinë e investimeve të huaja direkte që arrin 1.6 miliard euro në vit, si tregues sipas tij të një vendi që po lë pas korrupsionin dhe krimin e organizuar. Kur njerëzit flasin për Shqipërinë, në fakt bien pre ndonjëherë lehtësisht disa stereotipeve si korrupsioni, krimi i organizuar e kështu me radhë. Po kjo nuk është Shqipëria. Ne nuk kemi më shumë korrupsion se çdo kusht tjetër dhe jo më shumë krim të organizuar se çdo kusht tjetër. Dhe nuk do të përmend këtu portet në Europë, duke nisur nga ynë, por duke shkuar te ca më të mëdhenj, nuk do të përmend në fakt, po themi xhirot apo qarkullimin e drogës në Europë, nuk do të përmend sasitë, rrjetet, trafikantët në Europë, nuk do të bëj asnjë lloj krahasimi. Kjo nuk do të thotë se jemi më të mirë se të gjithë, por për gjithëkënd që thotë se jemi më të këqij, i them, shihni veten. Dhe le të bëjmë punën tonë e le të bëjmë më të mirë. Dhe ne po e bëjmë e po bëhemi çdo ditë më të mirë. Rama foli edhe për energjinë, duke shtuar se Shqipëria synon që deri në fund të dekadës të arrijë sovranitet energjetik me furnizim të qëndrueshëm dhe të pavarur. Ne me shumë krenari po diversifikojmë portofolin e prodhimit të energjisë dhe në mënyrë të qëndrueshme po ecim drejt objektivit të madh, ambicioz të sovranitetit të plot. Në një kohë, për të arritur një kohë një të ardhme ku asgjë të mos jetë e paparashikueshme, kështu që ne besojmë që Shqipëria deri në fund kësaj dekade pra të jetë sovrane dhe që të sigurojë energjinë e vet në mënyrë sovrane. Ndër të tjera tha se qëllimi i qeverisë është promovimi i një turizmi me profil dhe cilësi më të lartë.